Përshëndetje. Le ta themi troç, shumica njerëzve nuk janë aq të mirë sa duken në publik, por as aq të këqinj sa mendojmë kur jemi në vetmi. Ne jemi diçka më ndërlikuar, qenie që jetojmë mes dy pasqyrave. Njëra pasqyrë është ajo që shohin të tjerët, tjetra është ajo që shohim vetëm ne. Dhe pyetja e vërtet është kjo: sa të sinqert jemi kur nuk na vëzhgon askush, kur nuk ka sy, kur nuk ka reputacion, kur nuk ka duar trokitje, kur nuk ka turp? Atëherë del njeriu i vërtet. Apo e kam gabim? E para, morali ynë është më social se sa shpirtëror. Shumë njerëz mendojnë se janë të ndershëm sepse kanë vlera, por psikologjia sociale na tregon diçka më të ftohtë. Shpesh jemi të ndershëm sepse kemi frikë nga pasojat. Njeriu nuk është ëngjëll. Është qenie që mëson rregulla për të mbijetuar në grup. Nëse nuk do të kishte ligje, gjykim, turp, opinion, sa prej nesh do të ishin po aq korrekt. Shumë pak. Sepse morali shpesh është kontratë sociale, jo ndriçim hyjnor. E dyta, kur askush nuk të sheh, fillon negociatat me veten. Vetmia është testi real. Kur nuk ka kamera, njeriu fillon të justifikoj. S'ka problem, vetëm këtë herë. Nuk po dëmtoj njeri, jo. Dhe të tjerët kështu e bëjnë si unë. E meritoj, në fund të fundit e meritoj. Kjo është psikologjia e vetë mashtrimit. Ne nuk gënjejmë vetëm të tjerët, ne gënjejmë veten me elegancë. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen të pastër në publik dhe të pisët në privat. E treta, sinqeriteti është luks emocional. Ti je vërtet i sinqert kërkon guxim, sepse sinqeriteti do të thotë të mos vjedhësh edhe kur mundesh, të mos tradhtosh edhe kur s'të kap njeri, të mos shtrembrosh të vërtetën për interes, të mos bësh lojë me moralin. Shumica nuk e bëjnë sepse është e vështirë. Është shumë e lehtë të jesh i mirë kur je nën vëzhgim. Sinqeriteti vërtet është kur askush nuk të shikon dhe ti prap zgjedh drejt. E katërta, ne jemi më të mirë në sy të tjerëve, jo sepse jemi më të mirë, por sepse jemi më të kujdesshëm. Ne psikologët e quajmë këtë vetë prezantim. Ne menaxhojmë imazhin. Në publik jemi më korrekt, më të sjellshëm, më të moralshëm, më të qytetëruar, sepse publiku është pasqyra jonë. Njeriu është kafshë sociale. Ai jeton për të mos u përjashtuar nga grupi. Prandaj shpesh nuk sillemi mirë sepse jemi të mirë, por sepse nuk duam të dukemi keq. E pesta, çfarë bëjmë në errësirë tregon më shumë se sa çfarë bëjmë në dritë. Të gjithë mund të flasim për moralin. Të gjithë mund të postojnë bëni mirë, respektoni njerëzit, dashuri dhe paqe, ka dhe këngë plot për këto historira, dhe testi është privat. Si sillesh me partnerin kur nuk të sheh askush? Si flet për mikun kur ai s'është aty? Ai mban premtimet kur nuk ka presion? A je i ndershëm ku mund të përfitosh? Karakteri nuk është ajo që shfaq. Karakteri është ajo që bën kur nuk ke audiencë. E gjashta, pse kemi dy versione të vetes? Sepse brenda nesh ka konflikt. Ne kemi një vetë ideal, si do të donim të ishim, një vetë, një unë real, si jemi në të vërtet, dhe një vetë sociale, si duam të na shohin. Këto përkufizime vijnë nga filozofia e lindjes, nga Japonia sidomos. E këto të treja nuk përputhen gjithmonë. Prandaj shpesh ndjejmë faj, turp, hipokrizi, lodhje emocionale. Të jetosh me mask është raskapitse. E shtata, sinqeriteti nuk është perfekcion, është vetëdije. Të jemi realist, askush nuk është 100% i pastër. Nuk ka. Të gjithë kemi mendime që nuk do t'i thoshim kur me zë. Të gjithë kemi impulse egoiste. E dallimi është ky.
Njeriu i sinqert nuk është ai që nuk ka errësirë, është ai që nuk e mohon errësirën. Sinqeriteti fillon kur e pranon veten, jo kur e zbukuron. E tjeta, kur askush nuk të sheh, a je i lirë apo i zbuluar? Shumë njerëz e përdorin mungesën e vëzhgimit si leje, të bëjnë pis, të tradhtojnë, të manipulojnë, të shfryjnë, sepse mendojnë nuk ka dëshmitar, por ka një dëshmitar. Ai je ti. Dhe njeriu nuk i shpëton dot vetes. Ne mund të mashtrojmë të tjerët, po ndërgjegja është një dhomë pa dalje, pa dyer, pa dritare. E nënta ndërgjegja është kamera e brendshme. Disa njerëz sillen mirë dhe kur nuk kusht askush. Pse? Sepse kanë një standard të brendshëm. Jo frikë nga ndëshkimi, por respekt për veten. Ata nuk pyesin, a do më kapin? Ata pyesin, a duhet të jem ky njeri? Por kjo është pjekuri morale. E dhjeta, njeriu i sinqert është i njëjtë në publik edhe në privat. Ky është niveli më i lartë psikologjik. Kur nuk ke nevojë të ndahesh në dy persona. Kur je i njëjtë në shtëpi edhe jashtë saj, i njëjtë në dritë, i njëjtë në errësirë, i njëjtë me veten, i njëjtë me të tjerët. Ky nuk është perfeksion, është integritet. Dhe në mbyllje do të thosha se sinqeriteti është ajo që mbetet kur hiqet ose kur largojmë këtë teatrin. Në fund pyetja nuk është, a jam njeri i mirë? Pyetja është, a jam i njëjtë kur askush nuk më shikon? Sepse shumica e njerëzve janë të moralshëm në publik, por jeta nuk ndërtohet në publik. Ndërtohet në detaje, në zgjedhjet e vogla, në momentet ku askush nuk i sheh. Aty formohet karakteri, jo në fjalë, jo në postime, por në heshtje. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë i falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video që e therr pas here. Dhe deri në videon tjetër. Miru takofshi.